Është tyrë seanca paraprakje ndaj ish-presidentit Ilir Meta. Mësohet se shkak është bërë mungesa e avokatit të kreut të PL Kujtim Cakrani, ndërsa seanca e radhës pritet të mbahet më 27 nëntor. Edhe seanca e kaluar u shty për shkak të kërkesës së avokatit të Metës, Kujtim Cakrani, për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka nga çështja. Avokati, i cili braktisi seancën, tha se së pari, gjykata duhet të shprehet për këtë kërkesë të bërë më herët prej tyre. Sipas tij, gjyqtarja Gjoka është në konflikt interesi, pasi po hetohet nga SPAK për akuzat e ngritura më herët nga Sali Berisha dhe se ka fshehur një dënim për falsifikim dokumentesh në Greqi. Mbrojtësi i Metës kërkoi gjithashtu që dosja të kthehet për hetim në SPAK, duke argumentuar se prokuroria e posaçme ka shkelur procedurën duke dërguar një provë të re që lidhet me pagesat për lobimin e LSI në SBA, ndërkohë që hetimet i kanë mbyllur që më 28 korrik dhe e ka çuar dosjen për gjykim. Një kërkesë të tillë e bëri me dije edhe Monika Kryemadhi, pas daljes nga gjykata, duke pretenduar se nuk ka prova të reja të ardhura nga SBA, por se bëhet fjalë thjesht për kthimin e përgjigjes lidhur me letërporosin që u bë një vit më parë nga SPAK. Provat e reja të ardhura nga SBA u paraqitën nga SPAK në seancën e kaluar paraprake. SPAK mbylli hetimet më 28 korrik, ndërsa dosjen e kaloi për gjykim në fund të gushtit, e cila përfshiu 3 hetime, një për aferën Çesdia, lobimin e LSI në SBA dhe hetimin pasuror.